Burnley po kalonte ditë të errëta në Premier League, ishin plot 7 humbje radhazi, ndërsa edhe një sot do të bënte që të barazonin në rekordin më negativ në historinë e klubit sa u përket humbjeve radhazi në kampionat. Armando Broja me golin në minutën e 90 kundër Bournemouth shpëtoi Burnley. Vetë sulmuesi shqiptar nuk realizonte në Angli prej 2 vitesh, ku është penguar edhe nga dëmtimet. Vlerësimi për Brojën pas ndeshjes ishte 7.2 nga SofaScore, ndryshe edhe nota më e lartë për lojtarët aktivizuar nga Burnley. Broja e preku 13 herë topin, ndërsa u aktivizua në minutën e 65 të ndeshjes. Gjatë kësaj kohe fitoi edhe duelin në ajër, ku shënoi edhe golin. Armando Broja u kthye te goli në Angli pas një mungese të gjatë. Sulmuesi kombëtares shqiptare realizoi në minutën e 90 për t'i dhënë barazimin Burnleyt ndaj Bournemouth. Sfida e Premier League-s u mbyll 1-1. Është e pabesueshme, por Broja nuk shënonte gol në Angli që nga 6 janari i vitit 2024, aso kohë Chelsea u përball me Preston në kupën FA Cup, ndërsa Broja realizoi në fitoren 4-0 të bluve të Londrës. Goli në Premier League ndërkohë mungonte nga 2 tetori i vitit 2023. Kjo kohë e gjatë prej 2 vitesh është e kushtëzuar dhe nga dëmtimet që Armando Broja ka kaluar. Brojën duket se u thye një mallkim. Interesant është fakti se gëzoi pikën e parë me Burnley që po shkon drejt rënjes nga kategoria. Në 10 ndeshje të mëparshme ku ka fituar minuta, Broja ishte larguar vetëm me humbje nga fusha e blertë. Burnley ka barazuar me rezultatin 1-1 në udhëtim ndaj Bournemouth në kuadër të javës së 17 të Premier League-s. Skuadra e drejtuar nga Scott Parker po kalon në një krizë të madhe të rezultateve këtë sezon dhe ja dolën të evitojnë humbjen krejt në fundin e ndeshjes. Autori golit për Burnley në këtë sfidë ishte Armando Broja, i cili pasi u fut në lojë në minutën e 65, ja doli të realizojë në minutën e 90 për rezultatin përfundimtar 1-1. Për Brojën ky ishte goli i tij i parë këtë edicion në kampionatin anglez, teksa ka 11 ndeshje të luajtura deri më tani me Burnley. Pavarësisht se për Brojën ky gol mund të jetë një sinjal pozitiv për vazhdimsinë e kampionatit, për skuadrën e tij kjo ishte ndeshja 8 radhazi pa fitore. Burnley aktualisht pozicionohet në vendin e parafundit në tabelë me 11 pikë të grumbulluara, ndërsa javën e ardhshme do të luajë në fushën e Evertonit.